Nga dy pozitat që u zgjodhen, synuan të mbajnë postin më të lartë e tash mbeten pa asnjërin. 3 deputet vendosën që të shërbejnë në legjislaturën e 10, duke hequr dorë nga mandatet e asamblesëve nëpër komunat që i kishin fituar paraprakisht. Por me shpërndarjen e kuvendit mbeten edhe pa postin e ligjvënësit. Andaj, as rikthim brapa mund të ketë për Afërdita Hajrizin, Mimoza Shalën e Gzona Zemin, me të cilët televizioni ka pas të pamundur kontaktin me të njëjtit të hënën. Ligjin nuk e lejon në mbajtjen e dy pozitave, pra një asamblesë nuk mundet që tjetë edhe deputet i Kuvendit të Republikës. Në momentin që është asamblesë, ai duhet që në bazë të ligjit të njëjtë të jep dorëheqje dhe dorëheqjen e tij t'ia dorëzoj kryetarit të komunës. Mbetja jashtë institucioneve për këta, nga një njohës i pushtetit lokal po shihet si më të drejtë, pasi qysh në fillim deputetët të zgjodhen fatin e tyre. Fakti që ata kanë japë dorëheqje apo kanë zgjedhur që të jenë vetëm deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës, tash më konsiderohet si të njëjtët, tash më kanë djegur mandatet për anëtarët të Kuvendit të komunës. Bazuar në dekretin e Vjosa Osmanit për të shpërndar kuvendin, i bie që këtyre nuk ura të jenë me mandat të deputetit as një muaj të plot.